bashkëpunu gjithmonë, e kemi qenë afër gjithmonë. Du me falënderu në mënyrë të veçantë. Puna që ka bërë Mareka është një punë aq e vështirë, aq e lodhshme dhe aq e arritshme, sa që është vështirë të shkosh deri në fund. Pse? Ka përmbledhur etnografi, histori, arkeologji, gojëdhan, dëshmi. Pra është një punë kaq e lodhshme dhe kaq një kamulje e madhe që në vetëm Mareka mund ta kishte bërë dhe e ka bërë. A ka mundësi për të shtu? Po, një vepër e tillë, një punë e tillë, ka gjithmonë dritare e hapur për ma vonë, për të shtu, sepse është e pamujtur të arrihet në infinit një studim i tillë. Puna e Marekës është jo vetëm ladrat, po është madhështore. Është një piramidë e cila ka ngul rraj që duhet të marret nga breza civil, duhet të shtohet dhe duhet të punohet me përkushtim, sepse Mareka e meriton këtë vazhdimsi. Qa përmend libri? Nuk është thjesht një studim kalimtar, një etnografi, është një histori e tanë, është një arkeologji e tanë, është një gojëdhan, është një kulturë shpirtënore që buron nga ky popull rreth e qartë Zefjanës. Fshatë ato janë heterogjen. Nuk është se përbahet vetëm nga një fis ose dy fise. Janë shumë fise, janë edhe që kanë ardhur më vonë, dhe ato është një punë e madhe, një punë kolosale, që vetëm Mareka ka arritur ta bëjë. E falenderoj përgjithësisht, uroj suksese, punë të mbarë, edhe shpresoj së shpejti një ribotim edhe më. Parece do bëj Lex. Patjetër. Ashtu po. Dhe një mentor dhe të shumë mentor. Edhe për Lex i botim, edhe më për po, më të vërtetë. Dhe për të gjithë. Sa fini.